një dritë që nuk fiket kur në Podujev dhe ajo ndizet çdo herë në skenën e teatrit Avdosh Hasane. Ky teatr nuk u ndërtua vetëm me tulla e beton, por me pasion, me ëndra dhe me kujtimin e një artisti që i dha shpirt skenës. I skalitur mbi hyrje, emri i Avdosh Hasanit nuk lë hapësirë për harres, duke kujtuar se arti është barë që duhet mbajtur dhe liri që duhet jetuar. Brenda mureve të këtij teatri, çdo hap është histori. Aty ku dikur koha kishte lënë gjurmët e saj, renovimi ka dhënë teatrit Avdosh Hasane një jetë të re, duke e bërë të duket sikur po merr frymë sërish me më shumë energji. Realisht nëse bëjmë një krahasim para disa muajve, nëse mund të them, gjendja për momentin është jashtëzakonisht e mirë, nëse i referohemi infrastrukturës teatrore, domethënë. Teatri Avdosh Hasani gjatë vitit 2025 ka bërë renovimin total, nëse mund ta them, të ambientit komplet të brendshëm dhe të jashtëm, ku është renovuar komplet objekti administratës, janë renovuar një pjesë e sallës, e skenës së teatrit, oborri i teatrit, dhe për momentin mund të them se i plotëson jashtëzakonisht kushtet mirë për realizimin e shfaqjeve teatrore, për shkak se ka qenë më së nevojshme. Ky renovim ka ardhur nga komuna e Podujevës, e cila komune ka mbështetur domethënë renovimin e teatrit. Më herët ka qenë në një gjendje jo të mirë, në kushte jo të mira për realizimin e shfaqjeve, për realizimin e premierave, domethënë, aktorët dhe stafi teknik i teatrit nuk është se kanë pasur kushte të mjaftueshme, domethënë, po megjithatë ne kemi funksionuar edhe në ato kushte, domethënë nuk i kemi ndalur punën. Por nëse bëjmë krahazimin, sot jemi shumë mirë pa atë dhe vetë, domethënë se ka marrë një pamje krejt tjetër si teatr. Ky renovim u bë një provë për publikun, që për një periudhë disa mujore u detyrua të qëndroj larg teatrit dhe emocioneve të tij. Përveç gjendjes, nëse më thonë, jo të mirë të infrastrukturës teatrore që ka pas teatri Avdosh Hasani para disa viteve, ka pasur sfida edhe në programin e teatrit, domethënë, edhe në realizimin e shfaqjeve të premierave, në ardhjen e publikut në teatr, për shkak se nëse më thonë ka qenë një shkutje e publikut me teatrin e Podujevës, ka qenë pak sfiduese rikthimi i publikut për brenda teatrit të Podujevës, po me punë me angazhim bashkërisht me stafin, me këshillin drejtues të teatrit, kemi arritur që të bëjmë një repertuar të rregullt të shfaqjeve. Elhame Kutlovci, drejtoreshe e këtij teatri, thekson se për të prioritet mbetet realizimi i shfaqjeve për fëmijë. Fokusi më i madh si drejtoreshe të teatrit ka qenë edhe tek shfaqjet për fëmijë. E kam parë më së të nevojshme që në shoqërinë e qytetit të Podujevës është më së nevojshme që këta fëmijë të vinë dhe të shohin teatr. Domethënë nga momenti i marrjes së detyrës ne kemi shkuar dhe kemi punuar paralelisht me skenën e mbrëmjes dhe me skenën për fëmijë, ku jashtëzakonisht jam shumë e kënaqur si udhëheqëse teatri që kam arritur, nëse më thonë që gjithë fëmijët e fshatrave të Podujevës dhe qytetit Podujevës të sjellim që të shohin teatr. Dhe kjo është mbritur jashtëzakonisht mirë, domethënë është mirë pritur. Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë me drejtorinë e arsimit në komunën e Podujevës, domethënë ku ata kanë mbështetur këtë iniciativë të teatrit të Podujevës dhe ne për çdo vit po realizojmë shfaqje për fëmijë ku po i sjellim fëmijët në teatr. E një nga sfidat më të mëdha mbetet angazhimi i nxënësve të shkollave të mesme, të cilët rrallëherë e frekuentojnë teatrin. Po është e vërtet, nëse më thonë si teatr, si politike teatrit kemi arritur që të targetojmë fëmijët e vegjël, domethënë nga mosha 3-4 vjeçar deri në klasën e 5, domethënë që të shohin shfaqje për fëmijë. Ne po udhërojmë shfaqje edhe për skenën e mbrëmjes, domethënë ku publiku po vjen dhe po sheh shfaqje për të rritur. Po pak po shoh pak si sfiduese dhe nëse më thonë pak me vështirësi, po i shoh moshat e reja, domethënë nxënësit e shkollës së mesëm, të cilët ende nuk po arrin me ardhe dhe më mësu me rutinën për me ardhë me pa teatr. Po besoj që bashkërisht me këshillin drejtues do ta zhvillojmë ndonjë politikë teatrore, domethënë që të mund të sjellim ata për brenda teatrit, natyrisht duke i dhuruar shfaqje të moshës së tyre, sepse e kuptojmë që pak a shumë është një moshë pak më së e ndjeshme për ta, po megjithatë nuk do të ndalemi, domethënë edhe do të mundohemi në maksimum që edhe ata të vinë dhe të shohin teatr.
Në këtë teatr zhvillohen shfaqje të rregullta, së bashku me repriza që i japin një të vazhdueshme skenës. Ne vazhdimsi jemi duke mbajtur repertuar të rregullt të teatrit. Kjo është e mira e punës sonë, domethënë që publiku llapjan është i mësuar, domethënë me Podujeven që ka vazhdimsi të teatr. Nëse dikush nuk mund vi këtë javë ose sonte për shembull për ta parë një reprizë të shfaqjes, e ka programin dhe mund vi javën e ardhshme. Domethënë kjo është e mira që ne po e mbajmë publikun lidhur për teatrin. Në fakt ne funksionojmë me një trup shumë të vogël teatrore, qoftë trup artistike dhe teknike. Dhe kjo është më së nevojshme në vitet në vazhdim që teatri të Podujeves t'i plotësohet. Teatri Podujeves ka nevojë ende për shtim të stafit artistik, domethënë për shkak se ne kemi vetëm 6 aktorë të punësuar dhe stafi teknik ku janë vetëm 3 veta të punësuar, na vjen një numër më i madh, domethënë normal që duhet më shumë angazhim në shfaqje teatrore. Ne nuk e kemi ndalur punën edhe me këtë trup të vogël teatrore realisht. Kemi qenë si një familje, kemi bashkëpunuar në mënyrë që të ecet puna teatrore për brenda Podujeves. Por është sfiduese dhe vështirë, është jashtëzakonisht shumë për shkak se jo gjithmonë teatri mund të prodhojë edhe shfaqje të mëdha në mungesë të stafit qoftë artistik, qoftë teknik që i ka. Po bashkëpunim me komunën e Podujeves realisht na kanë premtuar që në të ardhmen do të bëhet edhe plotësimi i stafit artistik dhe teknik. Teatri i Podujeves spikohet ndër të tjerët për një arsye thelbësore. Fakt mund duket që jemi vetëm teatr për brenda Kosovës që shpallim thirrje publike për regjisor. Domethënë realisht teatrët të tjera zhvillojnë një politikë tjetër teatrore ku ftojnë vetë regjisor, mandej i përzgjedhin projektet dhe i realizojnë. Ne si teatri i Podujeves në çdo fillim vit bëjmë hapjen e thirrjes publike për projekte teatrore. Në thirrje publike, domethënë mund me apliku regjisor të talentuar, natyrisht regjisor që kanë përfunduar fakultetin me projektin e tyre, me ide dhe me një platformë regjisoriale ku i cekin të gjitha për brenda atij projekti. Dhe kjo është e mira, mendoj, është e mira e kësajna për shkak se nuk i kufizojmë në idetë e tyre regjisoriale, kanë të drejtën e tyre të përzgjedhjes së tekstit dhe vizionit të tyre që të aplikojnë. Ne kemi hapur dyert për shumicën e regjisorëve, natyrisht që këto projekte kalojnë përmes këshillit drejtues të teatrit. Ai është i cili përzgjedh këto projekte dhe realizohen për brenda teatrit Abdush Hasani. Kemi pasur bashkëpunime shumë të mira me gjithë regjisorët dhe regjisoret të cilat kanë ardhur dhe kanë punuar këtu dhe jemi ndarë me një punë jashtëzakonisht të mirë për brenda teatrit. Çdo shfaqje është një thirrje për reflektim, një dritare drejt boteve të panjohura dhe një pasqyrë e jetës sonë të përditshme. Jemi pak më shumë të stresuar se sa se duhet. Mendoj që teknologjia dhe ka bot vetën, informacioni po mbrin shumë shpejt se secila palë, domethënë, dhe nëse publiku, shoqëria jon ka nevojë ndoshta që ta bëjë një lloj shkputje nga përditshmëria e saj stresuese dhe të vijë dhe të relaksohet për brenda teatrit. Teatri ka një mision shumë gjerë, shumë të madh, domethënë që t'jap shfaqje edukative, që t'jap shfaqje me një mesazh të qartë, në momentet saktume t'jap edhe shfaqje relaksuese, domethënë komedi ku publiku mund të ardhë dhe me qesh. Prandaj mendoj që në këtë kohë në cilën jemi duke jetuar sot, më së nevojshme është që të shohim teatr. Në kuadër të ditës botërore të teatrit që shënohet më 27 mars, teatri ka përgatitur një shfaqje të veçantë për publikun. Ne kemi filluar provat e shfaqjes para një muaji, domethënë, projekti është i financuar nga Ministria e Kulturës, do të realizohet në bashkëpunim me Teatrin Abdush Hasani. Kemi vendosur që premierën ta kemi me 27 mars nga ora 19 në ditën botërore të teatrit. Shfaqja është më e vërtetë se e vërteta realisht. Është e punuar nga regjisori Kastriot Saqipi. Mendoj se është një shfaqje shumë aktuale realisht me tematikën të cilën trajton, por shkak se jemi duke jetuar, thash edhe më herët, në një lloj intelegjence artificiale dhe ajo është paksa duke mbytur këtë ndjenjen njerëzore, emocionale të njeriut. Dhe kjo shfaqje përmes personazheve të saj më së miri do t'i pasqyrojë domethënë ndjenjat e vërteta të inteligjencës artificiale dhe ndjenjes mes njeriut që është duke krijuar kjo lidhja emocionale. Realisht ne do të vazhdojmë domethënë edhe me premiera të tjera gjatë këtij viti, ku e ceka që kemi hapur thirrjen publike teatrore, domethënë mandej do të përzgjedhëm projektet fituese për këtë vit,
ku planifikojmë të realizojmë premiera dhe për shfaqje për fëmijë dhe për skenën e mbrëmjes. Gjithashtu kemi bashkëpunime të ndryshme me teatrë tjera lokale, do me thonë të Kosovës, ku shkojmë dhe shfaqim repriza në për teatrët e tyre dhe teatrët vinë si trupa Musafire në Podujev. Me një thirrje të hapur për art dashësit, Elhamja i fton ata të bëhen pjesë e jetës teatrale dhe të përjetojnë artin nga afër. Për ata që s'kanë qenë asnjëherë, ju them hajdeni, sepse për herën e dytë nuk keni me pas nevojë për ftesa, kurse për pjesën tjetër të publikut që është publik i rregullt i teatrit Abdush Hasani, do të mundohemi në maksimum që mos t'ju zhgënjejmë dhe t'ju dhurojmë shfaqje sa më të mira teatrore. Teatri Abdush Hasani është më shumë se një institucion, është një frymë që jeton, një kujtesë që nuk shuhet dhe një dritë që vazhdon të ndriçojë rrugën e kulturës në Podujev.